Le po presim. Qysh u njoftut? Amë të drejt, amë të rejnë, në spital. Po, Qysh ndodhi në spital mu njoftu? kjo e ka pas babën, unë e vëllahën. E na konë me një dhomë tani që aty një muj kina nejtën bashkë. Tap rup, qështon edhe e ku miken, e ku morë në spital. Inshallah, faleminderit shumë. Faleminderit për juve. As për thu edhe një me gjithë, po e shumë t'lumë tëra. Përshëndetje, jemi për emisioni 05. Për ju shumë, ko keni qeft, apo? Njëherë, A t'ja u bojnë ato pytja? po ndigja, Cila me ndoni që është mosha ideale për mu martu një qeft? për 25 deri 27. Në sa vjetin i martu ju, se a jeni të martu ma hala? Njëherë po, ma shumë jo, Apo sa vjetin i martu ju dhe? që në vjetë. Në vjetë, qysh po ju hecë? Mirë, vëllai, mirë, super. A ja adoptu të të familja buret? Mirë, vëllai, super. A keni bu na i dasëm a na i sen? Jo, Ja, Hajde, a me ndoni me bu na i sen a ju? jo. që shumë ma mirë. Mami, Ma që t'lumë fa të ta qështon shmet. të Qysh po ju shkon tash martesa, ma mirë me martu ma kur jeni kon lidhje, se... Njëjtë. Qështon... Lidhja më duket pak ma jamër. Jo, nuk ka qështon. Ajo është veç budallaki. Qa me ndoni për tradhti që po ndodhin që tashtë? Në detet e Sa më fundit, thonë, që po ndodhin? Të merë, A keni pas në herë tradhtime zvete jo dhe? kur një. Çkor. Jo. As nuk e dim shka se ljemë me të rallëtu. E cila po me ndoni që është arsyeja që po tradhtojnë, edhe apo tradhtojnë ma shumë meshkujt a femrat? Atë janë bo baraz. 50-50 një bo. S'ka dalim. Se po tradhtojnë? A keni na ide, na i them se po tradhtojnë ka shumë se... po Pa i ndodhi shumë qëta që rritet sociale që kanë ndalën, që se sene. rrjetet sociale po me ndoni, e tja kina arsyeja, me ndoni që kanë ma shumë faj meshkujt a femrat? Njëjtë. Çka problem që vëllai më thon, njëjtë. Njëjtë. Po, njëjtë. A keni na i plan, a keni me kalu na i pushim na i kum bashk? A keni kalu pushimin e mjaltit, muajin e mjaltit? Mujnë e mjalltit që në vetë e kena kalu dhe na kena muj mjallti për çdo ditë, se na të lumë tërë, sa s'menojmë për keq për njëni tjetër, as i besëm njëni tjetër, që kjo muj mjalltit, nuk ka veç një ditë e një javë. Apo na e kalzoni na i rast ku e keni pas ju dy që i një konë shumë të lumtur, diçka me zvete. Një histori, kena qef na shta me ndi. Allah, shamë të më ka shumë, nuk di të Qyshu një njoftu? Qyshu njoftut? Amë të drejt, amë të rejnë, në spital. Po, Qysh ndodhi në spital mu njoftu? kjo e ka pas babën, unë e vëllahën. E na konë me një dhomë tani që aty një muj kina nejtën bashkë. Tap rup, qështon edhe e ku miken, e ku morë në spital. Prej spitalit, ko keni martu? Direkt, apo? A ke vesh na i velo, a ke shku qashtu me tisha? Çfarë? Qysh je konë? Çfarë? Qysh të pritën familja e buret? Mirë, vëllai, super, mirë. Veli nonës kur ja gjohen shpjet, o, bjen një belana e baske pru. Tash, e nonë nuk ka një ma alë, s'kam ku me qumë. Shumë po do keni me konë të lumtur, inshallah veç u vazhdojnë gjithto. Faleminderit shumë. Apo do këmi ajna. Po, jo, shumë po do keni, valaj. Kur vën neve Tash s'na nuk po e di ho se nuk po ju njoh kështu tamam personalisht, po do keni shumë. Faleminderit. Po do keni inshallah gjithë lumtur çdo. Amen, inshallah, keq lumë tërë, inshallah. Inshallah, faleminderit shumë. Faleminderit për juve. As për thu edhe një me gjithë, po e shumë të lumë tëra. Jo, bre, ta, mirë paske, shumë mirë paske. Ditë më mirë.